Unë me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, zakonisht, veç me ta provoj me bo shumë kujdes. Nuk e di, kam një ndjesi dhe kam një dashni të jashtëzakonshme për ta. Okej. Mu ma kanë hapë derën në momente shumë të vështira. Edhe gjithmonë kur bëj veprime, thamë, mos gabova këto, mos gabova, se këta njerëz të më kanë dhonë shumë, ma kanë dhonë shkollën, ma kanë dhonë dijen. Pra ke një përgjegjësi ndaj shqiptarëve të Maqedonisë? Ma shumë se ndaj shqiptarëve të Kosovës. Okej. Edhe nuk provoj me debatu edhe nuk provoj mu shty me ta. Domethënë, edhe kur nuk kanë drejtë, unë provoj me gjetë një diçka dhe për t'ju dhënë të drejtë. Okej. Se di e kam këto nashta në formësimin tim personal e individual, ma kanë dhënë si mundësi. Unë kam shumë miq në Tetov, kam shumë miq në Shkup, Kumanov, Gostivar, Kërçove, kështu, me radhë, po une i du jashtëzakonisht shumë. E kur tham i du, për vërtet i du. Unë shfrytëzoj nga rasti me falenderu edhe profesorin tim, Senad Abdulin, që e ka bot pamundurën që unë t'jem këto. Tani shumë miq, si Naser Ramadanin, e plot të tjerë që mos t'ju hinë hak, që e kanë bot pamundur të jem kjo që jem sot. E ju jem shumë mirënjohës edhe ndjej përgjegjësi në vazhdën e kësaj edhe prorektorin, qoftë s'gaboj me pozicion, Ibrahimin. Janë njerë që ata vërtet kanë dhënë një kontribut të madh për ndërtimin e institucionit dhe t'i kërshëtojnë kretë kulturat në barë rajonale ka vinë shqiptarë. Dhe këtë provoj me kanë shumë i kujdesshëm edhe kam me provu për deri sot jam gjallë.